Zona e ish-bllokut përveç gjallërisë së jetës të natës është njohur gjithmonë nga policia si një njollë e zezë për sa i përket shpërndarjes së drograve të forta, kryesisht të kokainës. Prej janarit të këtij viti, policia nisi një hetim ku identifikoi 45 persona që shpërndanin drogë në këtë zonë. Në lokalet MNZ të bllokut, droga shpërndahej nga persona të punësuar në këto lokale, si kamarier, banakier dhe shpeshherë edhe si bodyguard. Vetëm këtë të njëjtë në prangaran 25 persona, për të cilët gjykata kishte dhënë masa sigurie. Ndër të arrestuarit janë persona të moshave nga 19 deri në 53 vjeç, të gjithë banues në Tiranë, mes tyre ka edhe gra. Ndër të arrestuarit më kryesor janë vëllezërit Durim dhe Artur Gurzi, të cilët, përveç shpërndarjes së drogës në zonën e Shkollës së Bashkuar në Tiranë, furnizonin edhe shpërndarësit e bllokut me kokainë. Operacioni solli sekuestrimin e një sasie prej gati 2 kilogramëve kokainë, 450 gramëve heroinë dhe armë zjarri, celular, automjete luksoze, peshore elektronike dhe një sasi të madhe parash në lekë dhe euro që vinin nga ky aktivitet kriminal. Gjatë fazës hetimore, policia e Tiranës ka arrestuar më herët dhe 9 persona të tjerë ku janë sekuestruar rreth 85 kg kanabis sativa. Ndërkohë, vijon puna për kapjen e 8 personave të shpallur në kërkim, të dyshuar si pjesë e këtij rjeti kriminal, i cili funksiononte në grupe të veçanta.